Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshën 22 vjeçare këngëtarja e njohur. Ylli në ngritje i muzikës latine dhe influencerja Maria De La Rosa, e njohur me emrin e artit De La Rosa, është shëlluar për vdekje dhe 2 të tjerë janë plagosur rënd në një sulm në Los Angeles. Mediat e huaja shkruajnë se të shtënat ndodhen në Northridge, në luginën e San Fernando, pak para orës 1:30 të mëngjesit të së shtunës. Zyrtarët identifikuan 22 vjeçaren Maria De La Rosa si viktim, teksa po hetojnë mbi rrethanat e të shtënave. Personat armatosur thuhet se ju afruan një automjeti të parkuar dhe hapën zjarr ndaj pasagjerëve në atë që policia dyshon se ishte një sulm i lidhur me bandat. Dëshmimtarët përshkruan se kishin parë 2 të dyshuar meshkuj që afroheshin një automjeti që ishte parkuar në rrugën Byrna. Kështu është shprehur policia e Los Angeles. U qelluan disa plumba drejt disa viktimave që ishin parkuar në zonën e automjetit. Policia tha se 3 persona ishin brenda makinës kur filluan të shtënat. Të 3 u goditën me armë zjarri. Sipas mediave, sulmi ndodhi në rrugën Bryha, pak në lindje të Tampa Avenue, një blok përndryshe i qetë i lagjes Northridge. De La Rosa u dërgua me urgjencë në një spital aty pranë nga një person privat, por mjekët nuk mundën ta shpëtonin. Hetuesit e policisë së Los Angelesit thonë se personat që qelluan me armë ju afruan makinës së parkuar në këmbë përpara se të shpërthenin automjetin me disa plumba nga afër. Nuk janë bërë arrestime dhe detektivët nuk kanë dhënë detaje rreth një motive të mundshëm. De La Rosa, e cila ka më shumë se 40.000 fansa në Instagram, sapo kishte filluar të depërtonte në skenën e muzikës latine, duke publikuar këngën e saj No Me Llames në gusht.